u përkujtua sot 81 vjetorit çlirimit të qytetit të Fierit. Në ceremoninë jubilare të 81 vjetorit të çlirimit të Fierit, u vendosën kurora me lule pranë monumentit kushtuar kësaj dite historike. 15 tetori do të mbetet në kujtesë si dita e çlirimit të Fierit, dita më e rëndësishme për këtë qark. Sakrifica dhe vepra e 1900 partizanëve të kësaj zone, prej të cilëve 447 ranë dëshmor, meriton mirënjohjen dhe vlerësimin e të gjithëve, tha kryetari i veteranëve Vangjel Ndreko. Për çlirimin e qytetit të Fierit u angazhuan disa forca, u angazhua grupi 3 Firma dhe Kastër dhe njëkohësisht brigada 16 sulmuese. Sulmi filloi gati si të them 45 ditë që u bë një luftë ndërmjet forcave partizane dhe ndërmjet gjermanëve dhe ajo që ishte më rëndësishme, lufta që u bë ishte në qafën e Koshovicës, sepse që andaj ktheshin autokolonat gjermane për ta rëndim forcave gjermane që ishin këtu. Këtu në Fier ishte një batalion i divizionit 100, batalion gjerman i divizionit 100, dhe si rezultat i organizimit të luftës nga shtabi drejtues për çlirimin e Fierit, ata u ndodhen si thosh në tërësni dhe në sulmin partizan të furishëm dhe ishin detyruar që të largoheshin. Ajo që më 15 tetor, do me thënë nga ora 5 mbas dite, Fieri pothuajse u çlirua plotësisht. Nga grupi 3 Firma dhe Kaset, ne kemi lapidarin qafën e Koshovicës, ku janë mbi 16 dëshmor, po njëkohësisht u vranë edhe nga brigada e 16 sulmuese, e cila sapo ishte formuar, u vranë një 4 veta. Kështu që, por ajo që ishte e rëndësishme, do me thënë u vranë gati 72 veta nga gjermanët, u kapën gati 70 kamiona që u kapën, jo sekuestrua dhe që morën armët të cilën i shfrytzuan për periudhën nga Fieri deri në Tiranë. Të pranishëm ishin Cenoklosi dhe deputet të tjerë, familje dëshmorësh dhe 10 qytetarë. Me këtë rast u dha një koncert festiv nga nxënësit e shkollave.